Gati për performancën e radhës dhe ajo vjen nga skuadra e Alma Bektashit. Zonja e zotrinj, mirëpriteni Olsen! Sakrificë të jesh në The Voice, apo jo? Po, deri diku po. Nëse mund na e thuash pse Vlora është afër, po edhe larg në rastin tënd, nëse e bën çdo ditë. Tani është bërë aq afër sa është bërë si Vlorë Skel, më duket. Këndoj live plus punoj edhe në një qendër amerikane, fondacion amerikan, dhe më duhet jem dhe aty. Dhe shto dhe faktin që duhet vish në Tiranë shumë shpesh. Që është bërë puna e tretë. Kush ka qenë ndihma jote më e madhe gjatë The Voice? Davidi, bashorti im, ka qenë ndihma ime më e madhe. Ka qenë shofer, ka qenë inkurajus, ka qenë nga ana muzikore, ka qenë profesor, mbështetje emocionale, gjitha. A mund të themi ne që Voice-i ka qenë prioritet më shumë se sa gjithçka tjetër në jetë gjatë këtyre javëve? Po, ka qenë, i kemi dhënë rëndësinë dhe vëmendjen e duhur. Ka patur një moment gjatë rrugtimit tënd në The Voice që ndryshove gati si me thik. Domethënë njerëzit mund ta mendojnë që ti del javë për javë, këndon live, je mësuar me publikun, por nuk është njësoj si të dalësh në skenën e The Voice, apo jo, domethënë ka patur sidomos tek faza e betejave, nokaut që kishte një lloj kështu ndroje për të qenë vetja në skenë, apo jo? Nuk është e njëjta gjë me një skenë bari, një skenë vogël bari ku pak shumë dhe njeh edhe njerëzit që i ke përballë. Edhe i njeh, po edhe kontrollon kollaj, domethënë se aq cepa janë. Kurse skena e The Voice-it është diçka tjetër, është një terren më i madh. 2 fazat e para unë jam munduar të studioj fushën. Dhe në fazën e tretë, pasi kompletova performancën vokale, atëre vendosa të shtoj dhe atë të tërën, performancën e tërë, domethënë që lëvizjeri. A ka në një moment që, ose në një fjali që është thënë nga goja e trajnerëve që do të rrimë ty gjatë? Kanë qenë disa. Ajo shpreha e Maces që hidhet në këmbë ngado që ta hedhësh në ajër. Jukebox. Ishte komplet Bartalet Blonjate. Po, fix. Jukebox, domethënë që het një monedhë dhe nxjerr një këngë, e përmendi kësaj radhe Alma. Përveç 4 trajnerëve të The Voice of Albania, patë mundësinë të takoj edhe një trajner të The Voice of UK. Ajo ishte fantastike, domethënë, një shtypje tjetër butoni e suksesshme. A vlen më shumë shtypja e butonit të Jaycit apo të Almës? Tashti e Almës.
Falenderoj Lili dhe Indën që na shoqëruan në këtë hedhje mbi motor. Unë të dija të rockere, me që dija dhe fanse pas motorave. Po, e duam shumë motorat. Ti besoj ke nga këto të veçlit, se ato se arrin dot. Ne kemi një Vespa modest. Një Vespa modest. Besoj nuk i hipën bashkë me burrin, sa është ai? Të dy. Të dy i hipni? Ha prandaj të lë goma ty her pas here kur vjen nga Vlora, se normalisht peshë rënd. Elsa, si të duk Olsa? Unë kënaqem gjithmonë shumë me Olsën dhe çuditem gjithmonë kur ajo hap gojën se si nga një trup kaq i vogël mund dali një zë kaq i madh dhe një energji kaq e madhe. Bravo. Të njëjtën gjë mendojnë dhe këta këtu. Dhe ato notat larta atje kaq brillante, një intonacion perfekt, duket sikur i kap me një thjeshtësi kaq të madhe sa nuk e di, e befasuese gjithmonë. Olsa, bravo. Sidi. I bashkojmë grafisë që sa po bëri Elsa, unë për këtë rock në fakt jam, për rockun me shtrirje, për femrat që kapin nga 2 oktave gjysëm, s'kam ç'bëj, unë kështu vlerësoj, sepse pasaj në të kundërt i bie që Doro Pesh, Lita Ford, Tina Turner, edhe sërish Whitney Houston me shoqja kanë futur. Nëse po për hir të vërtetës, muzika ka ndryshuar shumë si dritë. Ke shumë gabim. Nuk dua që të vije për këtë. Po për hir të vërtetës, muzika është duke shkuar shumë më drejt Jericho sesa drejt Whitney Houston, Mariah Carey dhe Gita Merrat. Shumë respekt dhe për uljen ndaj atyre, po tani do harrojmë Renoirin, Rembrandtin me shok. Do i harrojmë ta. Po ka dhe të tjerë, domethënë koha ecën. Renoiri ishte një impresionist. Arti është zhvilluar, doja që të mos totalisht kundra rrymës klasiciste të asaj epoke. Kështu që ata ishin Jericho për atë epokë. Mos i kthejmë gjërat personale. Jo, nga që thua këtë batutën që shkrason atëherë ju lutem, do pyes publikun, kë vlerësojnë dikën që kënon Whitney Houston apo publiku është duke votuar, jemi ullë këtë karrige për të bërë profesionistin dhe unë them që super profesionista janë ata që knojnë këngët e super profesionistave. Ka që mbylla unë. Okej, Genci. Çka me thonë, atë është një debat cilin ja vlen me bo. Unë këpëton do të bëja një program shumë gjatë televiziv vetëm për këtë lloj debati, sepse sinqerisht preferoj më tepër dëgjoj ty me këngët e tua jo me ndonjë ambitus, sesa dëgjoj një këngë e cila është me shtrihet. Po ky absolutisht i drejtë. Ai si driti, natyrë është personale, këtë jam duke thënë. Edhe si driti. Mendon kështu. Por kjo është, do me thonë, debati është talent shows për vokale. Si duhet t'i qasën për zgjedhjes programit, edhe ku janë vijat e kuqe, çto janë plot pyetje të hapuna, të cilat presin përgjigje prej nesh. Edhe në vojset e ardhshme. Do me thonë, një material i cili është i vogël edhe nuk e shpërfaq këngëtarin të anësi në finale, apo një material i cili ka të inkorporuar do me thonë elementet forta të folklorit më rana. Janë plot si sene për cilat ne duhet me mendu edhe me shërtu se a janë për vojs apo jo. Në anën tjetër unë pajtona plotësisht që natyrisht muzika e mirë dhe muzika progresive sot absolutisht s'ka të bëj me teknik vokale, as me teknik kur fare, se bëhet me kompjutera, edhe me autotuna, edhe me çfarë lloj senësh. Jo, e di pse them. Apo kupton, jam tu bo banal, ne jemi duke zgjedhur atë që ka zërin më të mirë, dhe zërin me shtrije më të madhe, zërin që është më perfekt. Po kjo problemi është që ky zëri pas finales do dali diku do të këndoj për ca njerëz, më kupton? Këtë dua thonë. Është pak e vështirë. Qasje tjetër, absolutisht pajtona me Gencin, çdo pikë që e tha Genci, sepse ne trajnerët këtu jemi edhe për të nuhat se çfarë këngë duhet t'i japim konkurentit. Mbi gjitha kjo, absolutisht. Dhe asnjëherë nuk duhet ta na shkalohet muzika që është këndu dhe muzika alternative ose muzika e cila sot quhet kontemporane sepse ka arrit majat e saj, por që bashkohem me Gencin kur thotë që sot hyn këngëtarët në për filtra, aq filtra hin ledion sa ka këngëtar që ti live nuk i keni gjuhë kur sepse çdo notë i hekurosët në studio. Po, dhe këndojnë live dhe i hekurosët dhe koncerti me atë rast. Po, të lutem, është skandal pasaj kur e një gjon live, ty të bje si shpull, thu jo nuk është i njëjti këngëtar se s'ka mundësi. Prandaj, Voice-in këtë rast e ka emrin The Voice dhe kjo është fusha mejdanit për secilin këngëtar. Bujrum, kush është më i miri fiton? Olsa sot? Olsa
nuk e kom vu as ma të voglin dyshim që ka me ma knaq çdo qelist trupit të dua. Faleminderit. Dhe nëse edhe juve ju ka kënaqur Olsa, atëherë mos nguroni, po votojeni tani duke dërguar emrin e saj Olsa në 56 666 nga Shqipëria dhe 55 099 nga Kosova. Votojeni tani, keni kohë në dispozicion, po merrni telefonin dhe bëheni tani zonja e zotrinj Olsa.